I gjithë falënderimi i takon vetëm Allahut Madhërisht. Salavatet mbi krijesën më të mirë, mbi Mustafan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mbi shokët e tij, mbi ata që e pasojnë më të mirë, mbi familjen e tij dhe Allahu na ndërthej edhe neve në pasuesit e tij sallallahu alaihi wa sallam. Ti je pasues dhe besimtar në atë që ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam, është një nder i madh dhe një obligim mbi supet e njeriut që do të shpëtu, sepse vlera është e madhe dhe ajo vlerë do të përfundon me atë ditë që njeriu kur do të sheh se sa njerëz i kanë më shku në xhehenem, kur do të sheh trishtimat e ditës së Kiametit, gjëra të cilat nuk ka mundësi sot mi paramendu njeriu, dhe gjitha ato skema ka mi pa njeriu, do të sheh vlerën e madhe të xhenetit. Wallahu jalla jalaluhu tha: "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Kush shpëton nga zjarri i xhehenemit dhe futet në xhennet, ka fitu me fitoren më të madhe. Ka fitu me fitoren më të madhe. Prandaj, si musliman më njëherë, apo kthehen së bashku, cilat besimi jon në Allahun xhela xhelalu dhe brendosja jon për këtë fe, këto s'ka mundësi munda. Besimi jon, se pa këtë besim nuk ka mundësi njeriu me shkel në xhennet. Kjo është mehri i xhennetit dhe i shpëtimit ditën e Kiametit. Po së bashku me këta, si garancë për qenë prej atyre që Allahu xhela xhelalu na ka dallu. Nëse dëshirojmë me pas garancën, një farë garancë, dhe gjithë ata që kanë pas garancë në këtë dynjë nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e kanë pas brengën e prezantimit të kësaj feje në mënyrën më të mirë. Prandaj është një huti shumë e madhe sot në ummetin e Muhamedit alayhi salatu wasalam, që ky ummet është sendi më i dëshiruar i tij. Muhamedi alayhi salatu wasalam, Allahu ja ka fal ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, krejt mëkatet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhalla xhelaluhu i ka dhënë shumë prej lutjeve të pranuara. Ja ka dhënë vendin e shefatit. Ja ka dhënë vendin e ndërmjetësimit ditën e Kiametit. Sallallahu alaihi wasallam. Ai gjatë jetës së tij ka pas raste kur ka kërkuar sendi që edhe Allahu xhela xhelalu se ka pranuar. Ka kërkuar shumë për ummetin e vet dhe kjo ka qenë finalja kryesore që ka kërkuar Muhamedi alayhi salatu wasalam, ummeti i tij. Na si ummet e kemi një përgjegjësi shumë të madhe. Kjo është sendi që mungon më shumë ti sot. Prezantimi në mënyrën më të mirë të asaj të vërtetë me të cilën ka ardhur Muhamedi alayhi salatu wasalam. Saqë ai ka dhënë rëndësi e ditës Xuma, që na ka dhënë Allahu xhalla xhelaluhu, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hadithin e Abu Hurairës në Bukhari. Allahu xhalla xhelaluhu wa ka mundsu dy ummete më herët në parakalojnë. Pra ummeti i jehudëve dhe ummeti i krishterëve kanë qenë para neve thot. Bejda enna, në për neve, Allahu ne i ka dhënë ditën e Xuma. Prandaj, thot, Xumaja është para të shtunës dhe para të dielës. Na jena përpara, thot. Deri kaq ka shiku sallallahu alaihi wasallam. Nëse marrim Allahun xhella xhelaluhu, jo Muhamedi alayhi salam, Allahun xhella xhelaluhu, prej sendeve që është ai Rabbul Alamin, Zot i botëve, ai është Zot i botëve. Me pasdashni udhëzue jehudët e Medinës apo ihtarët e Medinës në atë kohë, i kishte udhëzuar. Por Allahu xhella xhelaluhu, duke pas parasysh rregullat e prezantimit të kësaj feje, duke pas parasysh sa edhe si na mëson neve se si duhet me që i kujdesshëm me prezantimin e kësaj feje. 17 muaj Muhamedi alayhi salatu wassalam, Allahu xhella xhelaluhu e obligon me u fal ka Jerusalemi, që ndoshta mos po udhëzohen jehudët e Medinës. Këta jehudë që Allahu xhella xhelaluhu e din që s'kan me udhëzuar këta. Megjithatë, Allahu xhella xhelaluhu, që kanë qenë pakista, nga dishën arabik, nuk quhet gadishulli i tharët librit. Atje ka pas arab, mushrik, që ka pas pak shumë rallë njerëzi bekaja në fenë e Ibrahimit alayhis salam, kaq. Dhe i tharët librit pak kanë qenë. Mirë po Islami ka qenë i dopt. Sa që në fillim të Islamit këra përmenë në një hutbe prej hutbeve, se ka ardhur në atë pikë Muhamedi alayhis salam me mendu që këta s'ka shans më udhëzu. Një problem nasi umet sot e kena. Këti umet i sot, neve, na duhen udhëzime të këtilla sikur që kanë pas sahabët. Pa ardhur momenti, ma një mend të mirë, pa ardhur momenti me endjeti në shtëpinë tonë, apo s'ka shans më udhëzu. Pa ardhur ky moment, mirë po mos i beso këtij moment. Në jetën tonë, në umet, ka më ardhur momenti i fundit, ti kemë mendu pas kësaj nuk ka. Ti e di që ka hadithe që janë të Kiametit, apo? Ti e di që ka ajete dhe hadithe premtime nga Allahu xhella xhelalu. Por Allahu subhanahu wa taala, këto ajete,
këto hadithe, të ngjarje, pa na i shiju neve, nuk kaloj. Ka me na i shiju, dhe na i shijojna, fundin e asaj. Pa e shiju besimtari gyrbetin, ja ban gjellëkun s'ka shans. Kime e shiju mirë. Mirë po, me kalimin e kohës, mos të bëhemi si kur Beni Israilit. Beni Israilit kanë jetu të faraonja, po. Vite kanë shku taj, janë mësu, janë adoptu më atë. Dhe kanë mendu se prej fesë është me qenë nën faraonin, me e post një faraon. Allahu Gjelle Gjelalu këshim për shumë Beni Israilit. Na nuk uzojna me i besu kësaj. Adaptohet ummeti dhe njerëzit adaptohen këta, sa që fillojnë me mendue, qofshin për hoxhallar, qofshin për thjesa, qofshin për sende që i kemi, se duhet me qenë të thilla. Kjo gabim është. Andë të gjenë sot njerëzit, prej mrenda ummetit, gjemate të vogla, mendojnë se duhet me qenë sa ma garib, sa ma jabanxhi. Shikome, që jabanxhi është prej cilësive gjenetlive, po jabanxhillokun me se lipti. Jabanxhillokun të me se lip, me qenë sa ma i idhnu me njerëzit, hiq, mas mi folë kërkujna. Nuk e ka lavdru Muhamedi alayhis salam to. Po na duhet me shiju, pra, ti si ummet, unë edhe ti, pa tjetër e kena me kalu me shiju ata. A e dim na ç'është? A e dim ç'është? Shumë prej cilësive na nuk i dim si janë. Shumë prej cilësive neve nuk i dim si janë. Mirë po kemi shiju. Sipas imanit, dhe momentit që e kemi, ti kemi shiju. Apo Muhamedi alayhis salam na ka treguar thonë, do të vjen dita, kemi kalu ka vorri i vllaut tan, kemi thonë, ah, ku të kisha qenë unë në vendin e tij. Po këta nuk e thot njeriu prej smiri. Thot njeriu e thot prej skeqi. Po ka me thonë, do të vjen dita kjo, do të vjen dita kjo, do të vjen dita kjo. Shumë prej ditëve kanë me kalue. Ku është problemi? Unë edhe ti, hoxha që flet, khatibi që flet, nuk guxon sendet rrugës ka Allahu, rrugës ka xheneti, ka ahireti, sendet e vështira me i besu dhe me i bë bindje. Kjo ka ndodhur moment. Dhe ju nëse e merrni hartën e sekteve dhe firkave që kanë dalë në ummet, të gjitha këto kanë dalë prej dëshpërimit. Të gjitha këto, quj Khawarij, e Jahmi, e Murxie, e Kaderi, e Yunuzie, e lloj emra shkije. Sa dush emra. Atë që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, do të përçat ummeti jem. Ata me emra janë atë shumë. Dhe i kanë regjistruar dietar sikur Bagdadiu, rahimahullah, në al-farq baina al-firaq i ka përmend. Sebepi çka është? Sebepi është që rrugës duke jetu ummeti, duke u zgjat kohë se këto vite janë, dekada janë, sheku janë, këto përçarje, këto muhabete, këto fitne, që quhen fitne në librat e akidës, to fiten ndikojnë te njeriu. Ti nuk guxon mu ndiku. Unë edhe ti nuk guxoj mu ndikue për kësaj. Dhe na duhet me e prezentu, me tentu s'paku me prezentu këtë fe, me përshtypje. Kjo puna përshtypjes në njëherë ti e di mirë, prandaj disa prej selefit kanë thonë, azhadu an-nasi fil alimi ahluhu. Familja e dietarit më pak i lakmojnë te dietari. Familja vet më pak ti e ngojnë ata fina, se të shtëpia kam gjithë ditën. Pse ndodh kjo? Përshtypje është. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Apo para se Allahu Gjelle Gjelaluhu, krijuesi jon, që na e di mendjen neve, na di farmalli jemi, na di cilësi që neve vetë për veti nuk i dim. Me shkuën 10 psikologa ka mundësi nuk na zbulojnë, Allahu e din për neve se çfarë jemi. Ky Allah Gjelle Gjelaluhu e ka mësu Muhammedin alayhis salam në PR-in më të mirë, prezantimin më të mirë. Muhammedi alayhis salam ka qenë prezantuesi më i mirë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë vështrim, nuk ka qenë vështirs, nuk ka qenë vetëm zahid, ka qenë edhe diplomat. Janë prizma që duhet me mësue, nga e cila duhet me mësu këtë fe. Kjo fe Allahu Gjelle Gjelaluhu ka me kalue në etapat shumëta, ndryshme. Mi po ti, edhe unë, edhe ummeti, edhe neve, nuk guxojmë momentit të dobësisë me i thonë se kjo është haki. Njeri kur dobësohet, e vërteta nuk është ajo. E vërteta është në pasqyrën e vërtet. Në Kur'an dhe Sunnet, në atë që kanë ardhur sahabët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe na duhet me tentu atje me shkue. Ti edhe une, rrugës kundër të pavërtetës, rrugës kundër të kotës, kam ju dhënë atë shumë fuqi, atë shumë pushtet, atë shumë shikime, atë shumë dëgjime, atë shumë vëmendje, atë shumë PR kanë me pas ata, sa që njëri ka me mendu se një pjesë e njerëzit kjo është e vërteta. Por e vërteta është ndryshe. Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë vërtet nuk e lënë në dorën tonë edhe temën. Mi për neve, a kemi atë nder të bëhemi pjesë e anijës se Nuhit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është anija e Nuhit alaihi salam e vërteta. A jena të gatshëm dhe a kemi atë privilegj prej anës Allahut me qenë ata që jemi që e bartin. Kjo kushton.
Prandaj mos i beso rrugës një feje, një mendimi, një menhexhi, një metode gjysmake që të shndal truni, jo mos i beso kësaj, duhet me prezantu fenë Allahu xhelle xhelalu në një më të lartë. Për ta prezantuar këta duhet me pasë edhe mendje. Andaj Muhamedi alayhi salatu wasallam, kur ka pasur një sahabit vetin, edhe pse e ka dashur shumë, e që se ka pas këto zotësitë e prezantimit të fesë, i ka thonë ti je i dopt. Kur dikush prej sahabëve, radiallahu anhum, ka kërkuar një pozit, që do të thonë me prezantu Islamin, i ka thonë ti je i dopt. Ti je i dopt. Por nuk ja ka mohu takvallëku. Nuk ja ka mohu as dijen, as korekcion në gjuhë që e ka pas, vlerën, madje ka thonë për Ebu Dherri radiallahu an, në xhenet është. Por kjo nuk do me thonë se ky person apo kjo metodë që ka përdor ai ka me prezantu fenë Allahu xhelle xhelalu si duhet. Muhamedi alayhi salatu wasallam ka jetuar në Medinë, ka hangër prej bukës së zezë, nëse ka pas, ka hangër hurma. 3 muaj ditë nuk është ndes zjarmi, mirë po ai mendjen e ka pas në Irak, si duket në mendjen e persianit, në Iran, si duket në mendjen e egjiptasit, si duket në mendjen e atij që e punon tokën në Sham, prandaj në letrën që ja ka dërguar, Herakliut i ka thonë, fe inna alejke ithmel errisiyin. Ti, o Herakli, nëse nuk e pranon Islamin, e ke mëkatin e bujqve. Po e ka ditë se janë bujq. E ka ditë se në Sham toka punohet. Dhe se thirrjen dhe letrat dhe luftën të ke fundit që ka bë sallallahu alaihi wasallam, ka bë luftë në atë kohë me sahabët e vet që thirrja mu përhap. Të njerëzit, sot je hilet. Sot unë edhe ti mundesh me bisedu me cilin dush, mos besimtar në botë, ti mundesh me shkruaj me ta. Po na nuk e shfrytëzojnë ata. Na morën telefonin për me hec. Gridin, lajmet me hec, me parë. Me po sahabiu ja së kohë ka bë luftë për të shku me përcjell fjalën e Allahu xhelle xhelalu. Sahabiu ja së kohë, një muaj ditë ka hec me kali apo me deve për të shku me mësu një hadith, apo për të shku me përcjell mesazhin e Allahut, apo një letër një dërguar Herakliut, Mukaukisit e tjerëve. Sa e ka pas breng. Dhe fjalët që rrjedhin prej sahabiu, cili dush sahabi, që Rustumi asoj kohë, komandanti suprem dhe diplomati i persianëve, ai ka dashur ma shumë sahabit të ndryshëm me i pak të njerëzve, a ka një bindje, një ide, apo vetëm rastësisht ka qenë njëri. Dhe ka thonë Rabi ibn Amirit, i ka thonë ma sjell nesër një tjetër delegat, sa që kanë kalu 3 delegat, ka thonë se cili më i zoti se tjetri, se cili më elekuent se tjetri, se cili prezentus më i mirë se tjetri. Kur ka shku Rabi ibn Amir, dhe kjo është krenaria e muslimanit të kohës sotit, të hoxhës së kohës sotit, të prezentusit dhe thirrësit të kohës sotit, se dhe ti je prezentusi kësaj feje. Se cili musliman dhe fëmijët e musliman me vile, janë prezentus të kësaj feje. Janë delegat, janë ambasador, janë thirrsa, janë hoxhallar. Ju e dini shumë mirë se shumë prej njerëzve në për luftat e Kosovës dhe Bosnës të pari në Ballkan që kanë falë namaz në për ato lufta, i thënë njerëzit hoxh. Ai lidhi s'ka hoxhallok. Hoxha, filan komandanti, filan hoxha. Pse? Sa i ka qenë prezentusi fes. Dhe na e dim se kjo fe islame do të përhapet sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur që futën rrezet e diellit në çdo dritare. Kështu Islami ka mu përhap. Po ky Islam duhet me pas një PR më të lartë, një prezantim më të mirë. Vallahi me marrë është. Vallahi me marrë është. Turp është për neve. Keq është për neve. E humbim shikimin e Allahut neve. Vlerën të Allahu xhelle xhelalu e humbim, nëse këtë vlerë më të madhe që Allahu na ka dhënë, nuk tentojmë dhe nuk mundohemi me prezantuar në rinën më të mirë. Na kena gabime shumë, na kena gjuna shumë, na kena shumë se ndë gabim, mirë po këto zgudzoj me po gabim. Këto në këtë pikë, Muhamedi alayhi salatu wasalam i ka mësu shokët e vetë, edhe musliman deri ditën e Kiametit, nëse ti e bën gjunahin, merre përsi për gjunahin tan, unë filan fisin e kam, e kom korrit fisin tem, jo ummetin, jo Islamit. I ka mësu në burni, dhe ata kanë pas këtë burri që gabimin kër e ka bë, e ka marrë përzesi. Një gabim që është gabimi i gabimeve në kohën e sotit. Këtë gabimet kur bëhen, mundohet dikush më ufshe mas dikujna. Mundohet më ufshe mas xhamisë, mas minarës, mas xhamatit, mas davetit, mas Kur'anit, jo për gabimi jam është. Dhe kur ta bëj atë gabim, unë do të bëj përgjegjësinë dhe me pagu për ata. Sepse kjo është PR që ne ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk guxoj të mund dikue me atë pjesën dervishiste të fesë Allahu xhelle xhelalu që kupton dikush. Se kjo fe Allahu ka më ngrit, po morët pa neve, heq, në kukush i sen. Allahu xhelle xhelalu ka më uzu popoj tjerë,
Kështu e ka thënë Kurani Allahu xhelal xhelal. Për ligjeve të Allahut në tokë, se Allahu ju ndryshon me një popull tjetër. Allahu do t'ju ndryshon juve me një popull tjetër. Dhe përmenda parë pa e shiu të keqen nuk vjen e mira. Saqë Allahu ka përmend Kur'an të dërguarit e vet, alayhimus salam, kanë thonë, me ta nusrullah, ku është ndihma e Allahut. E i dërguari Allahut më thonë? Domthon i dërguari Allahut ka me shiu e ka shiu e ku është ndihma e Allahut. Të keqen pa e shiu nuk ka shans. Tamam? Mi punojna për xhet te Allahu xhelle xhelaluhu. Me prezantu një fe në formën më të mirë. Marrë me turpësht. Njerëzit sot apo shejtani i mallkuar, zbashku me shejtana të tjerë, për lloj-lloj industrie të prisht në botë. Ata kanë PR, kanë rregullues, kanë prezantues. Dhe kjo është lemia që më shumë ti përdoret në kohën e sotit. Shkencë është bë, para mendo. Shkencë është bë në kohën e sotit, saqë ato e dinë tamam. Edhe një person ndoshta të çmendur që e zgjedhin, ama tamam i çmendur, dinë me prezantuese dhe më ia dhon çmimin Nobel atij japin. Japin. Dhe dinë me prezantues, dinë me dhëza ajo. Ai çmendur që na e zon çmendur, dinë me dhëza ajo, ndërsa muslimani e ka të vërtetën me vete. E ka të drejtën me vete. E ka historinë me vete. E ka pafajësinë me vete. E ka njëshmërinë e Allahut dhe pasimin e të dërguarve të Allahut. Na në fenë tonë islame, na e besojnë a Isën a.s. edhe Musën a.s. Shikoti të tjertë. Ose, nëse je krishter, ata i bëjnë tekfir tjertë. I bëjnë qafira tjertë. Nëse je jehud, ata i bëjnë tekfir edhe krishtert. Po edhe muslimant. Dhe i mohin krejt, nësa muslimani i beson të djetë. Na e besojnë edhe Musën a.s. edhe Tauratin, na e besojnë edhe Isën a.s. Mi po na musliman nuk kena punu mja u të regu e krishterve të botës. Se na, Isën a.s. e dojna, i joni është. Sikur që e dojnë Muhammedin a.s. edhe atë. Na muslimant shumë pak kena punu këta. Apo hiç kena punu. Ma dhe nuk e dim me këta. Sa muslimani, dhe këtu është ajo pjesa e devijimeve të kuptimeve tona. Sa hoxha, sa njeriu që është hirs, mendon se me bë me ushtirë muslimani se është i shkelur dhe i shtypur në kohën e sotit, ka për atyre që mendojnë se ti kanë i dopt. Ndërsa këta e ka bë Muhamedi a.s. Jo ka qenë pejgamberi i Allahut, që e ka mësuar Muhamedi a.s. Që ka deri një ka caktuar një krym prej krymave me ndihmu këtë fe. Kur ka qenë Muhamedi a.s. 3 vjet në burg, zbashku me shokët e vet, në ngushticën e Abu Talibit, shkaku kryesor ka qenë lidhjet farafisnore që Muhamedi a.s. i ka marrë me mushrik. Gjëra të cilat në kohën e sotit na shtiremi dhe shitemi se jena më takva pak se sahabët. Po sahabe, edhe pse kishin punë me mushrik, lidhjet farafisnore si kishin humb. I kishin marrë. Mushrik. Sa që ka pas prej mushrikëve kanë shku në anën e muslimanëve. Ka vazhdu me qenë mushrikaj. Dhe kjo ka vazhdu me qenë kështu edhe në marrëveshjen e Hudejbijës. Nuk e di o vëllezëra e dini, në marrëveshjen e Hudejbijës ka pas mushrik fise që kanë shku nga ana e mushrikëve me krazë. Ka pas mushrik fise tjera kanë shku nga pala e Muhamedit a.s. Unë jam i sigurt se sot me pas ndodhur çaj ngjarje, kishte pas prej tonëve që i kishin thonë, "Çe mushrikin i ke marrë, kana jote." Aha, mushrikin i ke marrë. Ja, i muslimanët të thinë hakti. Që e ke marrë të mushrik? Çka të vinë ta? Po shkaku i çlirimit të Mekës kanë qenë këta mushrik. Të shtypur prej mushrikëve tjerë, të fisit tjetër që ka qenë me Kurashitët, kur kanë ndez luftë Muhamedi alayhis salam e ka konsideruar se shprehje marrëveshjes. Dhe është liru Mekka. Dhe unë edhe ti jemi musliman sot në sajat e çasaj. Prandaj ju urrejnë juve, xhamat, vëllezër, ju urrejnë juve kur ju përshkruajnë juve Muhamedit alayhis salam se nuk ka qenë diplomat. Ju urrejnë. Gabim është. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë diplomat. Ka ditë me çu diplomaci. Ka ditë me shu pej kur shohet pej. Ka ditë me marrëveshje të mirë. Ka ditë me ndet. Po ka pas edhe pjesën e burrijës sallallahu alaihi wasallam, dhe ata kur asnjëherë ku është dash me shu pej, nuk kanë shu pej. Nëse është dash me shu pej, edhe është gabim me shu pej, s'kan bërë kur asnjëherë. Prandaj ka thënë sallallahu alaihi wasallam, "Ma yu'tawni li", nuk më japin një bend dhe pikë prej pikave ku ata e respektojnë Allahun, vetëm se a'taytuhum iyyahu, ja kështu. S'ka problem. Ju ka tregu qartë njerëzve, sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nëse i merr ti rregullat e PR-it sot, dhe e lexon Muhamedit alayhis salam, ti e sheh se baba i PR-it është Muhamedi alayhis salam. Ama na musliman lidhjes kena me këta. Duke nis prej xhallarëve, duke nis prej hatibave, duke nis prej thirrsave, ne shpesh herë nisemi nga prizma jon, a më ndjek mua apo nuk më ndjek? A më dhem mua apo nuk më dhem? Që si janë kuptimet tamam. Prandaj, nuk guzojmë na për gërbetit edhe prej asaj që ndjehemi të huaj në ummet,
me formu mendime. Se formimi i mendimeve prej krizës dhe fitneve është fitnë në veti dhe këta e ka qëllim shejtani. Prezantimi i fesë Allahu xhelle xhelaluhu është prej obligimeve më të mëdha më njëherë mas besimit. Mas besimit në Allah. Me prezantu këtë fe, do të bëjë njerëz më të mirë. Andaj sallallahu alaihi wasallam, ambasador të vet i ka zgjedh Hashër. A këta e pas ka po. Të bukur i ka zgjedh. Me zot lart, që kanë ditë me fol mirë, të zgjedhur kanë qenë, se kanë qenë ambasador të Islamit. Merri krejt ambasadorët që i ka dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe studioj se kush kanë qenë ata njerëz. Lexo pak. Merri shikoj se si e ka prezantuar, saqë sallallahu alaihi wasallam është kujdes edhe për bukurinë e deveve kur ka ardhur delegati i mushrikëve Qurashit, Suhejl ibn Amri, kur ka ardhur, ka thonë se bukurinë e deveve se ki ka merak devet. A këta pas ka bëu. Dhe nuk duhet me jetue në romantizma. Ju kërrejnë juve. Ju kërrejnë juve, vazhdojnë me urrejnë juve, kur ja tregojnë Muhamedit alayhis salam sikur që nuk është. E kundërta. Sallallahu alaihi wasallam kur nuk mundesh me gjetë se ai i ka dalë karshit rimrijës, më thon i dal ferun e mushrikëve. Jo. Por ai ka qenë burr që kur ka ardhur lufta ka duru. Kur i ka dalë karshit mafiashi, nuk ka thonë që shi vllai i mirë s'ka i të bë, me ndru rrugën ja atë. Se ka bë. Por ai s'ka lip konfrontim me kërkan, as me kojshien, as me njerëzit kur sallallahu alaihi wasallam. Ai ka qenë pasur me njerëzit. Po, me po kur ka ardhur problemi, nuk është nënshtruar. Dhe i ka mojt parimet. Kështu i ka mësuar edhe shokët e vet. Sepse kjo i kushton ummetit, kur jo prezanton dikush juve Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam sikur që nuk është, që është pika kryesore e defektit sot, ti e gjen njerëzit djathtas edhe majtas shkojnë. E teprojnë disa, dhe ai teprimi mas një kohe i shndron në murxhie, sikur që i shohim disa njerëz, dhe i shohim disa tjerë, të cilët e kanë hollu fenë Allahu xhelle xhelalu, se që kanë thonë disa prej selefit, irxhaja e ka lënë këtë fe të Allahu xhelle xhelalu të disa njerëz as të holl, sikur çorapet e grave. Dy ekstreme. Asnjëra prej kësaj nuk është feja e Allahut. Dhe ai i cili i del karshe, mundohet me mujt fen, ummetin dhe atë në të cilin ishte Muhamedi alayhis salam, vetëm se feja e mundat. Kur thot Muhamedi alayhis salam ka me të mujt feja tyje, dije se ka me të mujt me sende që ti kime ndrua sikur çarapt mendimet. Edhe menhexhin. Jo, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte ai burri i cili nuk ishte bë problem me undru emri Muhammed ibn Abdullah me shkujt. Suhejl ibn Amri, ky delegati i mushrikëve, u kishte thënë Muhamedit alayhis salam, me kanë që kishni pranuar Rasulullah tyje, s'kishmi po luftë hiç. Po ti për neve nuk je Rasulullah. Ti Muhammed ibn Abdullah, tamam ka. Sahabët i nervozu, s'ka lidhje. Kjo është e vërteta. Për diplomacin, PR-in, rregulloren dhe prezantimin më të mirë dhe ishte në mendjen e njerëzve, prandaj nuk ishte ndal duke thënë Muhamedi alayhis salam në Medinë, edhe pse e kishin provokuar munafikat më të madhe, kishin dashur bë atentat, ishin bë zbashku me armikun e vet, kishin shkuar në Mekë me nxit me kasit kundër Muhamedit alayhis salam. Uhudi, e Bedri, edhe Handeku në veçanti, dhe këto luftra gjitha ishin bërë në dorën e munafikave, duke i nxit Qurashitët. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte bërë diplomaci me ata njerëz. Me po i njëjti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk ishte nënshtruar kur planeve të munafikave. Po kishte bërë një plan tjetër, edhe një tjetër, edhe një tjetër, edhe një tjetër. Që do thotë se muslimani kur vjen të një shtëpi tonë në probleme, në shkollë kime pas problem, në rrugë kime pas problem, kamas kime pas problem, në media kime pas problem, te dush me qenë musliman çdo herë. Te dush me qenë musliman çdo herë. Dhe me nxjerr më të mirën për këtë ummet, dhe me qenë në prezantimin më të mirë në mendjen më të mirë. Prandaj nëse marrim me fol për diplomacinë dhe me mendsinë dhe mënyrën se si ka prezantuar Islamin Muhamedi alayhis salam dhe sahabët, ti kemi pa një Muhammed alayhis salam ndryshe nga ajo që kanë rrit. Ndryshe nga ajo që ka i rrin njerëzit. Sepse sallallahu alaihi wasallam kur ka pas sende me që kanë qenë me mend, i ka përdor. Kur ka pas sende që i ka bind, tjerë i ka përdor. Kur ka pas sende që ka mujt me bën marrëveshje me ata, ka bën marrëveshje sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka nxjerr më të mirën, prandaj kur njëri prej udhëheqësve të Yemenit Badhan ka pas emrin dhe ka qenë nën jurisdiksionin e persianëve, ka kërkuar me qenë emir dhe me pranu Islamin dhe me fal namaz, Muhamedi alayhis salam s'ka prish punë këtu. I ka thënë tamam, merre. Hec, banu emir, s'prish punë. Po kur dikush prej tyre ka mohu me unë nështru me tauhid, ka mohu
me u nënshtru me shariat në disa prej pikave që s'bat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pranuar. Dhe kjo është e vërteta, më e mirë që na vetëm duhet me ndjek Muhamedit alayhi wasallam këto pika dhe me prezantu Islamin në mënyrë më të mirë. Përndryshe shejtani dëshiron një musliman bashkëkohor i cili udhëzohet vetë dhe për tjerë mos me pas mëshirë hiç. Domethënë vetë unë u bona musliman çelsin edhe më për tjerë s'm intereson kur. Që një pjesë e madhe e xhamateve njerëz të udhëzuar bëhen kështu. Për vetë u bona musliman jam udhëzu, për tjerë gajle se kam. Të njëjtat dyshime dhe probleme që i keta kaluar, pashallahu ka njerëz në botë akoma si kanë kaluar, janë të kaluar sikur na. Vetëm se muslimani duhet me qenë sikur Muhamedi alayhi wasallam, me pas këtë breng një herë dhe me prezantuar. Prandaj them edhe një herë, turp është dikush me prezantuj vetën e vet, madje ka prej tyre kufrin, satanizmin e prezantojnë shumë më mirë se shumë prej muslimanëve. Po. Ka njerëz në botë që kanë pushtet as të madh, satanistë janë. Satanizmin e vet, shejtanizmin e vet, besojnë në shejtan e prezantojnë shumë më mirë se muslimani hakin që e ka. Ata kush na i ka faj? Kush na i ka fajin atë? Na vetë kena fajin atë. Andaj Allahu xhela xhela ka thënë: "Kul huwa min indi anfusikum." Ky problem është prej anës tuaj, vetë keni bëju. Dhe kur ndodhi ajo pjesa e Uhudit kur muslimant apo ata që i kishte parasit Muhamedi alayhis salam ishin largu prej pikave, Allahu xhela xhela i këshilloi ata dhe i çortoi ata: "Minkum men yuridu dunya", tha, kishte për juve që e deshtën jetën e kësaj bote. I deshtën plashkën dhe jetën e kësaj bote. Prandaj duhet mu vetëdisue, sepse te Allahu xhela xhelaluhu nuk arrihet pa e pas breng. Pa e pas brengën që Allahu xhela xhelaluhu e don me pa te njeriu, nuk vjen udhëzimi Allahu te na dhe Allahu hakmerët për te na dhe rrethi jon dhe në kuptimet e fesë që na i kemi nëse nuk sheh breng për ata që duhet me pas te Allahu xhela xhelaluhu. Walhamdulillahi rabbil alamin.